Në kuadër të kampanjës 16 ditë aktivizëm kundër dhunës gjinore apo dhunës në familje, Qendra për të Drejtat e Gruas Antiko në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale në Gostivar sot realizoi një punëtori ku të kyçura ishin të gjitha institucionet që punojnë me këtë problematik. Si veprojnë institucionet në momentin që ushtrohet dhunë ndaj grave, kush janë kompetencat e tyre dhe me çfarë pengesash ballafaqohen ata kur kanë të bëjnë me raste të këtilla, ishin disa nga temat që u trajtuan gjatë ditës së sotme. В рамките на кампанията 6 ден активизъм против насилството върху жените и девойчинята. Në kuadër të kampanjës 16 ditë aktivizim kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, Iniciativa Qytetare Grave Antiko në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale në Gostivar sot organizoi punëtori intersektoriale me temë veprimi koordinuar, ndërmarrje masave aktive, si dhe rrjedhveprimi, kompetencave dhe të gjitha shërbimeve të tjera relevante. Me këtë rast, në punëtori morën pjesë përfaqësues të komunës, nga Spitali i Gostivarit, përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme, të cilët ndanë mes vete përvojat e tyre si dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve që u paraqiten gjatë punës me palë të këtilla, tha Slagjana Angelovska në cilësi të përfaqësueses së Antikos. Sipas organizatorëve, qëllimi bazë i kampanjës është që të krijohet një lloj prevencioni nga dhuna, si dhe përmirësimi i shërbimeve mbrojtëse ndaj viktimave eventuale të dhunës. Gjatë këtij viti, shërbimet sociale në Gostivar kanë regjistruar 28 raste të dhunës në familje. Në drejtim të zgjidhjes së problemit, pika më e hidhur mbetet ajo që në Maqedoni nuk ekzistojnë qendra për kujdesje për viktimat dhe shpesh herë kjo e vështirëson problemin që i njëjti të mos denoncohet nëpër institucionet kompetente.